tregoj një histori të bukur. Ishin ja 3 shokë që donin të iknin me tren. Ndaluan aty, doli ai polici trenit. Tha, ore burazer, ta kur ikën ky treni për filan vend? O, kënë orën 7, pa në orën ta ora 5. Ne kemi 2 orë kohë, tha çdo ben. Hajde pim nga një aty poshtë. Ullën aty poshtë një bufet trenit. Duke pir nga një, marrim dhe nga një, tha tjetër, po shikon dhe orën. Kur e polici trenit, ore më falë, tha, ju ishit për në treni orës 7. Po ju ikë, ora 7:10. Mos u mërzitni, ka, keni dhe një në orën 9, tha. Merreni me avash lekt. Po mirë, ullën dhe njerë. Edhe nga një. Ju erdi prapa, ju tha, ore burazer, tha, u shastisët fare, tha. Ju iku dhe kuj nëndës, tha. Që iku, tha. Po kuj fundin tash në orën 1, keni 4 orë, po, tha, pi uni dashi, beni shtëdoni, ropshi, tha. Aty u da mblosën ta, ma, pi 1, pi 2, pi 3, tjore, atë që, pi në 6 si më pak. Shiko dhe orën ti nga njëra, i tenoj sy orës. Kemi kota, edhe një. Ta shi po, tha, po afron, avash, kini kujdes, ta. E pim dhe këta, ajde me fund këte, tak edhe njerë me fund, qoni, tha se, po afron ora, tha. Një të ngritur me vrap, ipën ati lartë në platform, kur treni sa unis. E pan ata që unis treni, 2 veta me vrap, jo me vrap, u kapën, ipën, njeri mbeti me valiqe, dhe po qeshte me të madhe, po që me qesh me idioti, tha i polici, të thash ta një, ora 1, ta kërë është i fundit, s'kishte me, ta shi t'ikën dhe shokët, mbete vetër, po pandaj po qesh, ta, ata të 2 kishin dalë më për cilin mua, ta e kupton.